ju s'po doni me pa që jeni ngull në lloç. Po Liga Shqiptare Amerikane Buzhal nuk e ka marrë që ka patur diku. E po doni me kritiku amerikan ka problem se na s'kemi demek. Jo. A po doni çdo me thonë? No, jam të desht. Pse nuk kemi aleat të në Kongres, zoti Buzhal? Pse nuk kemi kriju? Jam të çuj si dështim tonë, jo si dështim të amerikanëve, çfarë ka thu? Po pse s'kemi kriju? Po pse s'kena kriju? A më thuj politika jon. Mos më thuj mua publiku. Ka politika jon, çfarë vota është? Edhe Liga Shqiptare Amerikane nuk është që kon shumë e fortë. Po tani Liga Shqiptare Amerikane nuk e ka rolin siç e ka patur më herët, se tani e ke institucionet e ke shtetin. Po fakti është ata i kanë kriju atje. Pse? Këto lidhje ata i kanë kriju atje, se tyve nas kena shku për aty këtu është me kriju ato lidhje. Po lidhjet i kanë krijuar, po nga ajo lidhje ka derivuar formimi i shtetit. Po formimi i shtetit s'kam rri 25 vjet me kriju asnjë. Po e ki ambasadën, e cila ma shumë vjen mshen. S'kan mujt më mrit. Ambasada do të me kriju. Ambasada e Shtetit Bashkuar nuk rrin. Jo, ambasada e Kosovës në Shtetin Bashkuar. Ase Kosovës në Shtetin nuk rrin mshen. Nuk është problemi sot, është problemi i votshëm. Ku e ki të evidentuar lajmin e fundit për ambasadës Kosovës në Shtetin Bashkuar të Amerikës për diçka. Hajde thune. Jo, ambasadori është shumë aktiv. Qa, ku është?